Në Fish të Lezhës, ku u lind dhe u rrit poeti kombëtar Gjergj Fishta, historia dhe tradita po bashkohen në një formë të re turizmi. Një itinerar prej 6 kilometrash i quajtur itinerari fishtian, po kthehet në një udhëtim që i fton vizitorët të njohin nga afër vendinjen e Fishtës përmes shijes, kujtesës dhe kulturës lokale. Rruga nis nga shtëpia ku ka jetuar poeti dhe përfundon në zemër të fshatit, duke ndaluar në çdo bujtin, fermë dhe restorant që ruan frymin e traditës. Përgjatë shtegut janë vendosur mbi 100 citate, vargje dhe thënie që mbajnë frymin e Fishtës, por dhe autorëve që kanë shkruar për të. Sigur e pati ju vetë, ai shtegu që është fantastik, që është bërë investim para një viti dhe sa. Akoma nuk ka hyrë në funksion, me thënë drejtën, sepse nuk shikojnë njerëz që vizitojnë. Dhe ideja e kësaj gjëje ka lind fiks për këtë punë, sepse ishte gjithë ajo mrekulli dhe njerëzit nuk e shfrytëzojnë. Paradoks është me thënë, por deri më sot shtegu i poezisë fishtiane që lidh vendbanimin me vendlinjen e Fishtës ka shumë vizitorë të huaj që nuk e njohin Fishtën, sesa vetë njerëz që janë dashamirës të Fishtës. Dhe kjo në fakt ishte trist, dhe kjo ka qenë arsye sepse kena konceptuar bashkë diçka me Bashkinë Lezhë, një ide që të krijohet një itinerar i gjallë, domethënë që të ketë edhe poezi rrugës, por ndërkohë të ketë edhe njerëz fshatar, bashkëfshatar tonë që i presin, i qerasin njerëzit dhe u hapin dyert e shtëpive, bujtinave. Në këtë rast edhe ato promovojnë bujtinat e tyre dhe promovojnë gjithë fshatin së bashku, duke kthyr një itinerar që mund të jetë me kohën edhe një vend pelegrinazhi, domethënë që njerëzit vinë dhe ta përjetojnë Fishtën pak më shumë. Është një mundësi jo vetëm për të vizituar zonën dhe për të njohur akoma më shumë të, por edhe për të provuar një lloj ndjesie për të rikthyer pas në kohë, për të bërë një retrospektivë. Pse jo për të qenë për pak minuta, për pak çaste, për me qenë Fishta. Besoj se rreth viteve 30 ai mund t'i ketë, por i ka kaluar këto shtigje, kështu që ku më mirë se sa të kesh fatin për të ndjekur të njëjtin itinerar që i ka bërë, ndoshta në kohë jo kaq të mirë, por sidoqoftë mbetet një eksperiencë më shumë se sa interesante. Është shtegu fishtian, edhe kjo do të mese për gjithmonë, si do të përsëritet vit pas vitit. Ne jemi një nër bujtinat, edhe sot i mirëpresim njerëzit me laknur Moris edhe lang ftoni. Kjo është decizion shumë e suksesshme, shumë mirë, që u mendu për të bërë për këtë punë, për vendin tonë, për Fishtën. Ne në shumë kënaqem për këtë që kena bërë, pasi ne kena zerë gjonat që kena në shtëpisë tonë, dhe për me njoftu se këtu është më Fishta e saktë, këtu është ajo që poeti e ka bërë dhe na ka lënë si emrin dhe na pse mos ja festojmë datëlinjë atë ditë të atij, shumë ditë e mirë, ne do ta vazhdojmë me 3 ditë për ta bërë sa më të bukur këtë festë. Dhe shpresoj ta shkojmë më gjatë. Edhe vite të tjera ta kemi ta bëjmë si festë tonë. Është një përjetim që rrallë mund organizimi ish prefekt, edhe ashtu ka rridhur në formën e vet natyrshme. Asnjë mangësi s'ka qenë. Ka qenë diçka e mahnitshme. Herë parë marr pjesë këtë far shtegu, interesant shumë ka do. Uroj që sa më shumë të ketë një ori për këtë far, se njerëz nuk dinë për këtë far ngjarje këtu shkëndodh, është kënaqësi se nuk mund me përshkruaj për këtë zonë, për këta fshatar, për këtë popull të mrekullueshëm. Itinerari fishtian u përrua në 154 vjetorin e lindjes së poetit kombëtar, por për banorët e zonës është vetëm fillimi i një tradite të re, një udhëtim që bashkon poezinë dhe shijen, historinë dhe mikpritjen për ta kthyer Fishtën në një destinacion të përhershëm kulturor dhe turistik të Shqipërisë.